Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë për herë me emrin e Allahut Madhreshëm. Zotin e falenderojmë ashtu siç Zoti meriton falenderimin. Përshëndetjet e selamet tona gjithmonë i rezervojmë për më të mirën e njerëzimit, Muhamedit alayhis salam. Nuk harroj gjithmonë t'ju përshëndes edhe juve e t'ju falenderoj shumë për kohën që ju ndani për fjalimet dhe përpjekjet tona, veçmas këto përpjekjet e fundit në lidhje me disa sekuenca, le të themi, mësime, vlera, disa shkputje nga jeta e Muhamedit alayhis salam. E sot po e ndaj me ju një pjesë të rëndësishme nga jeta e pejgamberit alayhis salam, e cila më tepër përfshin një farë pikpamje të përgjithshme për jetën e tij. Janë 5 tipare të veçanta, 5 karakteristika të veçanta të jetës së Muhamedit alayhis salam, të cilat e bëjnë specifike pra jo veç Muhamedit alayhis salam, por jetën e Muhamedit alayhis salam. Veçantia e parë e jetës së Muhamedit alayhis salam është transparenca deri në detajet më të emta të jetës së tij. Faktikisht një jetë transparente. Për çdo ditë të jetës së tij dihen detaje madje. Si hante, si flinte, si lutej, si sillej me familjen e tij, me shokët e tij, madje imagjinoni janë përshkruajt edhe numri i kimeve, i fijeve të bardha në flokët dhe në mjekrën e tij. Nuk ka një boshllëk, nuk ka diçka të errët, nuk ka diçka të msheft. Madje bashkëshortja e tij Aisha transmeton edhe jetë pjesë më private, për faktin se ishte profet dhe besimtarët duhet ta ndjekin, domethënë, në gjitha porët e jetës. Krahasuar me figura të tjera të mëdha në histori, madje edhe nëse e krahasojmë me profetët e mëparshëm, kjo mbetet një transparencë unike definitivisht. Për shumë filozof, udhëheqës, themelues të feve të ndryshme, kryesisht jeta e tyre private ka boshllëqe. Madje mund të themi se ka edhe pjesë të errta të jetës së tyre. Kjo pasuri e kësaj transparence e bën të mundur çdo njeri ta shohë qartë dhe pa dyshim një jetë pra të dokumentuar, një jetë të hapur për studim dhe për mundësinë e ndjekjes, sepse besimtarët dhe besimtarët, burra dhe gra, sigurisht që e kanë model Muhamedit alayhis salam, madje edhe në çështjet më private të jetës së tyre. Kjo pra është ajo pjesa e parë, një jetë jashtëzakonisht transparente. Tipari ose veçantia e dytë e jetës së Muhamedit alayhis salam është jetë e cila i bën bashk dy cepe jashtëzakonisht të rëndësishme. Nëse kishim mujt me thonë, njëra nga toka e tjetra nga qielli. Pra, ishte njeri dhe profet, jo mit dhe jo hyjni. Hazreti Muhamedi ishte njeri dhe profet, nuk ishte asnjë element të hyjnisë. Hazreti Muhamedi alayhis salam, vëllezër dhe motra, ishte njeri i zakonshëm që Zoti e zgjodhi për të sjellë mesazhin hyjnor. Ai shpesh theksonte, domethënë në përditshmërinë e tij shpesh thoshte, unë jam vetëm njeri sikur ju. Pra, momentin kur e pranonte shpalljen, ishte pjesë, domethënë, përtej njerëzores. Ndërkaq, jashtë shpalljes ose kur kushtrohej në pyetje aplikimi i kësaj shpallje në jetë, ai ishte si gjithë njerëzit. Ai nuk u rrethua me legjenda mitike, nuk kërkoi të adhurohej, madje nuk pretendoi ndaj fuqi mbi natyrore. E la amanet pak para vdekjes që kur dojmë ta lavdrojmë, të thojmë robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mos ta adhurojmë, mos ta shejtnojmë. Muhamedi alayhis salam mbeti në çdo aspekt pra i arretshëm. Dhe unë mendoj kjo është pjesa më fisnike e jetës së Muhamedit alayhis salam.
edhe njëherë. Hazreti Muhamedi a.s. mbeti në çdo aspekt i arritshëm, si shembull njerëzor. Kjo bën jetën e tij pra model praktik për çdo kohë dhe për çdo vend. Sepse njeriu nuk ka nevojë ose është sfidë për ta ndjek ose të mundohet ta kopjoj mrekullinë, sepse mrekullia del jashtë kapacitetit të tij. Pra, njeriu nuk ka nevojë shumë të besojë mrekulli, që nuk mund t'i provoj ose nuk mund t'i aplikoj vetë. Ai ka shumë nevojë me pa një jetë konkrete, me pa një jetë reale, të suksesshme dhe të përullur, të kapshme, të mundshme. Prandaj, ndonjëherë, edhe kur e shpjegojmë jetën e Muhamedit a.s., duhet me shpjegu asë forme që të jetë sa më e kapshme dhe sa më e pranueshme për njerëzit. Veçantia e tretë e jetës së Muhamedit a.s. është njeri shumë dimensional. Jeta e tij përfshin shumë gjëra. Është një jetë gjithëpërfshirëse, le të themi. Domethënë, Hazreti Muhamedi a.s. është figura e vetme në histori që përfshin në mënyrë të përkryer, le të themi, gjitha dimensionet e jetës. Një rini e ndershme, pra dim rinin e tij, i njohur si njeriu më besnik i kohës, i drejt, i besueshëm treg, fitoi respektin e gjithë njerëzve, madje edhe armiqve, si një njeri jashtëzakonisht besnik. Si thers ishte i palodhur, shpalli të vërtetën në një shoqëri që e kundërshtoi me ashpërsi dorën zemër. Por ai u dallua për durim, mençuri dhe për kushtim. 13 vjet nuk u konfrontua në asnjë variant me domethënë kurejshitët e Mekës ose me popullin e tij në Mekë. Ai ishte bashkëshort, ishte baba. Imagjinoni sa herë kthehej Fatimia dhe futej në shtëpi, ai ngritej në këmbë dhe poste në ballë. I dashur, i drejt, përkujdesej për familjen e tij, e luante rolin e një burri të përkryer, që domethënë ndan përgjegjësi maksimale ndaj familjes. Ai ishte edhe mësues, ishte edukatori më i mirë që njohej bota. Ai edukoi njerëzit e shkretinës, edhe në momente kur ata bënin gabime të mëdha. Ishte një pedagog jashtëzakonshëm në mënyrën si përmirësonte gabimet. I formoi shokët me frymë shpirtërore, disiplinë morale, duke i bërë udhëheqës të së ardhmes. Ishte shok besnik. Ishte një shok i jashtëzakonshëm. Domethënë, luante me shokët e tij, u ambyllte sytë, domethënë mrapa shpinës, bënte humor me ta, qeshte derisa i dukeshin dhamalt, i përkushtuar maksimum ndaj miqësisë, duke respektuar drejtat dhe ndjenjat e gjithë shokëve të tij. Ishte udhëhec shteti, mos të harrojmë. Themeloi në Medinë një rend shoqëror të drejtë, e bëri kartën e Medinës, ku ligji dhe barazia, domethënë, mbroheshin me kushtetutë, me ligj. Ai ishte komandant ushtrie. Pra, nuk ishte njeri vetëm i bibliotekave, i xhamiave, ai ishte njeri edhe i terrenit. Strateg i mençur, i guximshëm, ai luftoi për ta mbrojtur të drejtën dhe për ta siguruar paqen. Veçantia e katërt e jetës së Muhamedit a.s. është jashtëzakonisht me interes me ditë gjithë ne. Të arriturat e tij u realizuan në mënyrë të natyrshme. Hazreti Muhamedi a.s. 23 vjet punoi në misionin e tij si profet. Nuk i bëri gjërat me shkop magjik. Në vetëm 23 vite mision, Hazreti Muhamedi a.s. duke pranuar shpallin e Zotit dhe duke dhënë maksimumin e mundit edhe përpjekjes së tij, bashkë me krejt ata musliman, arriti gjanat madhështore.
krejtësisht në mënyrë të natyrshme, jo me shkop magjik. Mrekullit nuk e ndihmonin të realizoj sukseset, i bashkoj fiset, i eliminoj mentalitetin fisnor, filloj me ndërtu një shoqni e cila, domethënë, u liru prej logjikës fisnore, prej logjikës së kabiles, i rrëzoj idhujt shekullor, jo prej terenit, se prej terenit është lehtë me rrëzu, i rrëzoj prej mendjeve dhe zemrave të njerëzve. Ngriti themelit e një shoqërie me ligj, drejtësi dhe solidaritet. Këto arritje nuk i bëri me shkop magjik, pra janë arritje të natyrshme, ndonse në një periudhë relativisht të shkurt. Por të gjitha këto u bën me mund, organizim, moral të lartë dhe vendosmëri. Ju mjafton juve, vëllezër dhe motra, ta shihni mënyrën se si ai e realizon hijretin prej Mekës në Medinë. Në mënyrën qysh i merr gjitha shkaqet. Hijreti i Muhamedit a.s. realizohet sikur ai të ishte një njeri i rëndomt. Një sukses kaq i shpejt, e i qëndrueshëm dhe i bazuar në ndryshimin shpirtëror të shoqërisë është dëshmi logjike, sigurisht, që ai ishte i mbështetur nga Zoti i Madhreshëm. Pra, në asnjë variant nuk e mohojmë që ai ishte i mbështetur prej Zotit me shpallje, por ishte edhe mundi i tij, ishte edhe planifikimi i tij dhe gjithë atyre që besuan me të. Veçantia e pestë është gjithashtu specifike, është që mrekullia e tij vazhdon të jetë prezente, diçka që nuk mund ta gjejmë te profetët e tjerë. Kur flasim për mrekullitë e pejgamberëve, zakonisht ato i takojnë historisë, sepse libri i shejt dhe mrekullitë të pejgamberët para Muhamedit a.s. ishin të ndara. Ndërkaq, në jetën e Muhamedit a.s. ndodh një fenomen shumë i jashtëzakonshëm përkitazi me profecinë dhe mrekullinë. Mrekullia edhe libri i shejt bëhen bashkë dhe ne kemi një libër të shejt, i cili njëjtën kohë është edhe mrekulli. Ne e kemi edhe librin e shejt, po e kemi edhe mrekullinë. Hazreti Muhamedit a.s. Allahu i Madhreshëm ja dha mrekullinë intelektuale dhe të përjetshme. Kurani fisnik nuk është një libër, nuk është një mrekulli lëndore që preket ose shihet. Sigurisht ai është libër, preket dhe shihet. Mirë, po mrekullia e tij është intelektuale, sepse ai lexohet dhe akceptohet. Kurani nuk është një libër i thjesht fetar. Në njëjtën kohë, ai është sfidë e hapur për mendjen, edhe në stil, edhe në përmbajtje, edhe në parashikim, edhe në thellësi filozofike, edhe në harmoni mes shpirtit dhe ligjit, edhe në shumë aspekte që domethënë njerëzit do të arrijnë me zbulu deri në ditën e fundit. Mrekullitë dhe çuditë e Kuranit nuk kanë për të përfunduar deri në ditën e fundit. Çdo brez në çdo kohë mund ta lexoj dhe ta gjykoj vetë, edhe të zbuloj diçka vetë. Kjo bën besimin jo vetëm akt shpirtëror, por edhe vendim racional. Pra, nëpërmjet racionalitetit arrijmë me zbërthy në thellësi librin e shejt. Çto ishin 5 tipare, 5 veçanti të jetës së Muhamedit a.s. që me të vërtet e bëjnë Hazreti Muhamedin njeri të veçantë. Për të nuk flasin sot veç muslimanët. Për të flasin edhe filozof më të mëdhej. Michael Hart e vendosi numër 1 njeriu që la mas shumë të ndikim në historinë e njerëzimit, nëpërmjet sigurisht jetës së tij. Jeta e Muhamedit a.s. është shkencëtarisht e besueshme, njerëzisht e plot dhe logjikisht bindse. Ai nuk është vetëm një udhëhec fetar, por është model universal për çdo njeri në çdo kohë dhe në çdo fushë dhe në çdo vend. Kushdo që studion me mendje të hapun, pa paragjykime, me sinqeritet jetën e tij, do ta shoh në jetën e tij provën më të pastër të së vërtetës dhe shembullin më të lartë me të cilin ai mund ta ndërtoj jetën e tij. Nuk ka rastësi
që Zoti i Madhreshëm ju ka thonë besimtarve, ju e kishit shembullin më të lartë në figurën e Muhamedit a.s. Pra, ka me mbet modeli më i kapshëm, më i lartë që Zoti i Madhrueshëm ja fali botës. Është krenari, është nder për ne që ne sot e ndjekim dhe mundohemi me organizu jetën me gjitha mësimet dhe vlerat e tij. Ju e faleminderit për kohën, Zoti ju shpërblet.